Veç 1%, shumë e thjeshtë është. 13, 15, 14% sot. Aman veç disalim, do më një sot se dini përqindje. Dini sot përqindje. Fytyra e rregullatorit të energjisë elektrike në mbledhjen e mbajtur më 11 prill 2025 ka vendosur që me shtrejtu rrymen për rreth 16% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Nga kjo rritje nuk do të preken bizneset e mesme, të cilat do të blejnë energjinë elektrike në tregun e lirë. Kjo përqindje e rritjes së çmimit të rrymës nuk u tregu nga ZRE-ja në mbledhjen e bordit, por u bë e ditur disa orë më vonë. Edhe pse gazetarët dhe aktivistët e pranishëm në këtë mbledhje insistuan për të marrë vesh përqindjen e saktë të rritjes së çmimit të rrymës, anëtarët e bordit dhe menaxhmenti nuk e bën të ditur këtë informacion. 400 miliona kun buxheti, ka 435 ekitash, bizneset kanë dalë në treg të hapun që ato 435 milion i mbulojnë qytetarët. Rrjedhimisht i bjen ki konsumator më pak. Sa është përqindja e shtrejtimit të energjisë? Kaq, shumë e thjeshtë. Unë po i lës që respektovan edhe mund të tyre teme që po respektovan ju konë maksimalisht i datë në përqisët se të shpini që veç 1%. Respektene që të tyre që e hëmë sërë. Veç 1%, shumë e thjeshtë është. 13, 15, 14% sot. Aman veç disalim, do më një sot se dini përqindje. Dini sot përqindje. Me vota unanime, bordi i ZRE-s ka miratu të hyrat e lejuara maksimale për Keskon në vlerë 435.9 milion euro. Kjo vlerë është rreth 1.2 milion euro më shumë se propozimi fillestar i ZRE-s që ishte 434.7 milion euro. Pas gjitha këtyre revidimeve që kemi vu, i propozojmë bordit ZRE-s që ta shërtoj për miratim hyrat e lejuara maksimale për furnizuesin me shërbim universal në vlerë për 435 milion e 926.299 euro. Faleminderit. Atëherë, nëse s'ka komente, me qenë se është mirë edhe njerë me refleksu që kërkesa ka qenë dikun rreth 447 milion euro, mirë po pas kërsimit të stafit, në këtë proces kemi orë në vlerën prej 435 milion euro, pas diskutimeve që kemi pas me gjitha palët e interesit, si që prezentua edhe nga ona e stafit ZRE-s në këtë proces, besoj që edhe përgjigjet për secilën pyetje që kanë pas, ose komente që kanë pas gjitha palët, do t'i kene të publikura në webfaqen e ZRE-s, me detajet e nevojshme, po gjithashtu edhe kushdo që është interesuar për sqarim e shtesë, stafi i ZRE-s, në bashkëpunim edhe me bordin e ZRE-s, do t'i jep përgjigje secilës pyetje dhe shqetësim që ju e keni gjatë këtij procesi. Atëherë, kush është për? Atëherë, konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër, aprovohet hyrat e lejuara maksimale për të shërbimin. Rreth 2 orë pas zyra e rregullatorit për energji vendosi për shtrejtim të rrymës, qytetarët nisën të protestojnë kundër kësaj rritje. Protesta filloi në sheshin Skënderbeu për të vazhduar tek zyret e ZRE-s. Kjo protest u organizua nga grupi i qytetarëve Asnjë cent më shumë. Qytetarët kanë vendosur, thirrja është e përbashkët. Zoni qytetar nuk o me qenë kur ma i lorë. Asnjë cent më shumë!